Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Fëndërimin e të nësi takomet me Allah subhanahu, ata lusë ati po gjuhëm që ta lavdrejta të bekoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vazhgjellë. Të ndër vëllezër, shpesh piknisja një trajtese ose shtjellimi ose piknisja një shtjellimi ka të bëjë me denjësinë e vlerës nga këndvështrimi ynë. Domethënë, na I referohemi në tekstit fetar për me kallëzu se sa e vlefshme është kjo. Edhe sa e vlefshme është kjo, edhe sa e vlefshme është kjo. Po mos promti jena në kumtesë, nuk jena në përjetim. Jena të kallëzu shka thot feja, po jo shka e kena përjetu fejnë. Dhe për arsye, shpesh ndodh na që për shembull kur folmi për udhëzimin, I kena disa terme, disa nocione ose disa përcaktime tona që nuk jena na shumë origjinal në to. Jena ma shumë recitues. Nuk jena njerëz që na të folë shka kena përjetu. Për arsye, për shembull, na kur thomi udhëzimi është dhurata më e madhe. Ose Allah na ka shtinu dhe kjo është kulmi I një suksesi në jetë. Shpesh tingëllon, sidomos nëse këtë e shtimin filtrat e realitetit tonë të përditshmërisë, më shumë tingëllon si një dogmë, kuptimin që na jena të edukuar fetarisht që ashtu mu deklaru, por realisht fetaria jonë, përditshmëria jonë a e pohoni gjë të tillë apo jo. Pra si unë kisha pas dëshirë që me ju qas udhëzimit tani si një realitet I shpjegueshëm, pastaj secili me analizu ku është. Për shembull, udhëzimi në shumë raste është disponim. Është disponim I një periudhe të caktuar të jetës, ku ti ndjen nevojë për disa domethënie feje, për disa domethënie shpirti e kështu me radhë. Këtë rast është disponim. Në disa raste tjera është përqafim ku ne për shembull jena përcaktuar edhe jena bind ose me gjuhën profetare jena udhëzu, edhe ndjemi si përcaktim të ri ton për shembull udhëzimin. Ka situata të caktuara që është domethënë më e mira dhe më e larta kur disponimi dhe përqafimi edhe jetësimi I fetarisë kalon në konvertim të mendësisë. Kalon në konvertim të mendësisë. Edhe pastaj ti më nuk je filani që janë fetar, po ti je fetari e pastaj të tjera të përcaktojnë. Pastaj të tjera të përcaktojnë. Domethënë, për shembull, nëse ti tash I shmikon të bëni një debat. Edhe I shmikon të sulmu një grup shoqëror për shembull. Një grup shoqëror fjala bie kulturor. Edhe na thomi, këta e kanë këtë, edhe nisim ja renit të këshijat. Edhe nëse kish më bëni far kompromisi, më thonë, po folmi kundër këtij grupi kulturor shoqëror, po jo duke ju referuar identitetit të tyre kulturor, po duke ju referuar identitetit të tyre lokal. Për shembull, s'po thomi këta të kësaj natyre ose të kësaj kulture, po thomi këta banorë të filan qytetit. Ndoshta më herë kish më thoni, ka çka ka faj qyteti? Se po e lidh në qytetin? Ndoshta na me bë me xhurmu e gjemi që në formimin e tyre kanë diku qyteti, jo diçka tjetër. Edhe rrjedhimisht sa e fajsojmë një grup, një sekt, një orientim fetar, si domethënë si protagonisti I atij përcaktimi, ndoshta më shumë kanë ndikuar gjeografia se kanë ndikuar diçka tjetër. Çfarë do të thonë? Na shpesh ndo vëllezër e kena një krizë të ndarjes së demarkacionit të mendësisë. Nuk kena të ditë ku jena tu fol si musliman, ku jena tu fol si qytetar, ku jena tu fol si antar të një kulture, të një ideje, si individat përcaktuar vetë në disa gjëra, edhe na nëse nuk e dimi mendësia jonë cila është, çish mundem me ditë tjertë. Nëse na nuk e dimi kush jemi, çish mundem me ditë tjertë kush jena na. Për arsye unë besoj që është shumë e rëndësishme sot me lenin Allah subhanahu wa taala me bëni trajtesë, cilën realisht e kemi bërë edhe xhetiu. Kuptohet e kemi bërë në një kontekst, po megjithatë thelbi është po I njëjti. Që ka të bëjmë me hallakat edhe me xhurmu na si musliman, a mundemi me përcaktu parafërsisht në temën e parimeve, në temën e përcaktimeve të mëdha, në temën e atij identitetit më të shfaqshëm. Kush jena na? Se përket mendësisë. Ose kush do duhet të ishim na? Saktësisht e kam për qëllim. Mendësia jonë kallzon më së miri kush jena, po edhe më së miri kallzon ku jena të shku. Sepse një pjesë e rrugtimit në jetë është e determinuar prej mendësisë. Një pjesë, për shembull, mendësia e materialistit. Materializmi është mendësi, nuk është vesh krizë. Materializmi nuk është moment që të kamuj dynjoja. Materializmi është mentalitet. Tash ti mundesh me këshir me materializmin si diçka e sotshme, po nuk është e mjaftueshme. Mundesh me këshir si e nesërme, ku çon mas pronti. Tash fetaria që e kam unë edhe ti, edhe që ka komuniteti, edhe që ka shoqënia, që ka ky dhe ai,
Që kjo, nëse analizojmë si mendësi, ku o sot edhe ku mundet me na çu tutje. E sidomos nëse analizojmë këtë në bazë të intencave fetare, a mundemi na me këtë mendësi dhe me këtë mentalitet fetar me çu të para diçka për fetarisë ose sa mundemi me garantu fetari. Ndaj unë kisha pas dëshirë sonte me juve bashkërisht me trajtu, ndoshta nuk e di sa kemi kohë tutje me bash bisedu, që këtë let njoftimin e mendësisë tonë, për mos mi përmend janë 100 pika, sigurisht ata sahabët kanë ardhur dy sene i kam mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka fituar xhenetin. Ai tjetri ka ditë një 3-4 rregulla dhe me to janë kont mjaftueshme për mu bë xhenet. Ai tjetri domethënë një evidencë ka në sire të një takimi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o kry ka një histori. Domethënë na nuk jena të këtill. Ne kena kanë 1000 ligjrata të nguara, 10 ramira faqe të lexuara, edhe apet shumë foldera i kena qel. Shumë foldera janë duke u proponu, shumë drafta janë domethënë u proponime me sipër. Sikur domethënë na tregomi që o na, e që kjo është e vërteta, nuk jena të pjekur fetarisht. E pjekuria më e lartë e fetarisë është kur kalon fetaria në mendësi, o domethënë fejas na ka dhënë boll. Fejas na ka dhënë boll se s'ka ana se kena gjet. Apo ka boll edhe e kena gjet, po i kena fshirë sy, s'kena pas dëshirë më e pa. Për arsye unë sot e kam përmend 4 parime që besoj që e përcaktojnë ose 4 boshte që e përcaktojnë puro mendësinë e një muslimani parimor. Domethënë, do me pa veten, a je parimor, a kime jetu i devotshëm, a kime jetu i nënshtruar, a kime jetu fuqishëm në përputhshmëri me tekstet shariatike, a kime jetu krejt jetën të e kthy në projekt me fitu xhenetin, krejt jetën të e kthy domethënë në një domethënë në objektiv të madh të jetësimit të fesë Allah subhanahu wa taala dhe mëkëmbjes së fesë kështu me radhë, parimisht ose parafërsisht domethënë çdo 4 janë. Me 6 mundet 5-6, për arsye se kjo nuk është diçka domethënë definitive, mirë po konsideroj që mundet domethënë pikërisht çtu më konën motja e mentalitetit. Tash, e mot veten, e mot gruën, e mot shoqërinë, e mot rrethin, madje e mot edhe komunitetin e ngushtë cilët i takon. Domethënë ti kush je në komunitetin tan, parafërsisht me çdo gjona kimë motën. Ti kush je në raport me konceptet, parafërsisht kimë motën çdo 4. Ti edhe përpjekjet e tua të fetarisë ku janë, parafërsisht me 4. Ti edhe mundësia e devimit janë çdo 4. Ti edhe mundësia me përfundue me shahadet fundin jetës çdo 4. Ti edhe me përfundu pa shahadet janë çdo 4. Po pretendoj fuqishëm që janë çdo 4. Cilat janë 4? Këtu 4 secilën kam marrë me 3 shembuj. Mirë po 3 shembuj jo të mëvesëshëm, mirë po të përbashkët. Domethënë secila ka mëkon me 3 shembuj të njëjtë. 4 janë kjo. E para është koncepti i ubudijës, të qenit rob edhe skllav i Allahu subhanahu wa taala, të qenit nën urdhëresat e Allahut, nën domethënë pushtetin e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë kush je ti, ç'është e feja, ç'është e jetën, ç'është e përpjekjen me fitu xhenetin, ktheu te çështja e ubudijës. E para. E dyta është domethënë çështja e mëkëmbjes, që Allah e ka bën njeriu mëkëmbës në tokë. E ka bën mëkëmbës. Kush jena, çka kena me bën? Ku jena të dash me çu këtë proces, duhet me mat edhe me rolin e mëkëmbjes në tokë. E treta është domethënë istiqamja, koncepti i qëndrueshmërisë edhe i konsekuencës fetare, domethënë e merr një vijë edhe më. Nuk jena të vol për vazhdueshmëri, jena të vol për konsekuencë. Domethënë ku ti nuk del më pi vijës. E çet këtë koncept tan shina edhe më nuk del. E treta dhe e katërta është domethënë koncepti i shpërblimit. Koncepti që kjo fetari ka një ditë shpërblimit, shpërblet në tokë, shpërblet në ahiret e kështu me radhë. Kështu që këto 4 kombinojnë me 3 shembuj. Shembulli i parë është devotshmëria, shembulli i dytë është ndërtimi i një familje të shëndosh, edhe shembulli i tretë është domethënë karriera, idarja edhe fitimi. Po ndajmë një nga një. Te çështja e ubudijës. Çish mundesh më kon fetar ose sa ki fetari nëse se kupton konceptin e të qenit rob? Ose çka kena kuptuar pi fesë nëse se kena kuptuar që na jena kriju me një qëllim domethënë të padiskutueshëm, sepse ne nuk kemi njohur ndryshe Allahun vetë të urtë absolut që na ka prun këtë kozmos dhe prurja e jon në këtë gjallësi, në këtë tokë është me një qëllim që është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala dhe na ka instaluar neve vullnetin me bë punë të mira, me bë punë të këqija, me bë dëm edhe me bë dobi, me bë zullum edhe me bë drejtësi. E kjo nuk mundet më kon vetë se ka llogarin ditën e gjykimit, edhe për me pas llogari duhet me pas pejgamber, i cili ka ardhur ta ka zu udhën. Tash çu ky koncepti i ubudijës, sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibgha. Ngjyrosi Allahu dhe a ka më mirë që ka ngjyros dikush veç Allahut, wa nahnu lahu abidun. Na ina rabti. Domthon, çka ngjyra që ti smunësh me ikdor. Çka ngjyra, për cilës ti nuk mundesh me ikdor. Çka ka me të çëshnu. Domthon, ti për shembull në xhami kemi me temën e ubudijës. Ti e ki një sfidë të përcaktimit, kemë përcaktuar në bazë të kësaj. Domthon nuk mundesh për shembull me përcaktuar temën e fjala bie për shembull, temën e çësjeve në raport me tjetrin, apo kush je ti në raport me tjetrin, vetë se kimu këtu të ubudija, se ti në fund je rob. Edhe robi nuk është i lirë me zgjidh vet.
Nëse ti për shembull mendon që ki drejt mu përcaktu ç'është do ti në temat e jetës, atëherë i bie që nuk e ke kuptuar ubudien. Moment që e kupton ubudien e ke kuptuar parimin e parë të vetë përcaktimit në një mentalitet fetar. Merret tash ubudien edhe nxjerrë si për shembull si paralele qasjen ultraliberale për shembull. Çka është? Është absolutisht domethënë përcaktimi i kundërt. Tash ja kimë pas vola edhe lojalitet edhe besnikëri edhe përcaktim për këtë, edhe distancim pikë, sa ja kundërta. Nuk mundet një të kohë me thonë nejna robër edhe jena të urdhëruar, edhe të një të kohë me thonë njerëzit janë të lirë mu përcaktu që ç'dojnë vetë. Edhe kjo nuk i las një pasojë as në dynjë as në ahiret, sepse fundja është kufini mos i ban dëm tjetrit. Kjo është besim edhe dogme edhe akide që tërkujt. Çfarë do të thonë? Domthonë na e kena ndër vëllezër që shumë domethënie të fesë i kena të vobekta, i kena të dopta, i kena të lëkundshme se konceptin e ubudies e kena të tillë. Forcohet ubudia, forcohen temat e tjera. Po i morëm 3 shembuj që thash në sensën për këtyre katër që na morëm 3 shembuj. Shembulli i parë, devotshmëria. Çfarë është devotshmëria? Kryerja e farzave edhe shmangja prej mëkateve. Në veçantë shmangja nga mëkatet e mëdha. Domethënë, nëse ti e kupton se ti je te trualli i zotriut tënd. Apo ti e kupton që je domethënë tek ajo çka e posedon zotriu yt edhe e posedon atë ku ti je te gëzu edhe ty të posedon. Domethënë, sa mundet më kanë për shembull mendjen tonë na më kanë të lirë të çështja e farzave, ose ne më kanë relativ të çështja e farzave. Nuk ka logjik kjo. Domethënë, hi vakti edhe del pa e fal, ose e kurdis robi për shembull për orar të punës, alarmi, po nuk e kurdis me çat madhërim, edhe me çat madhështi, edhe me çat stres për namaz sabat. Ky veç e kupton që e ka një lloj përfytyrimi të realitetit që jeni trop. Gjë që, edhe pse s'kisha pas qef me marr këtë shembull, sepse kjo është shembull pak më shumë i thjeshtë. Shembull, nuk imagjino, shembull, sot një musliman është më preciz, më i disiplinuar në orën e punës është në namazin. Për shembull, nëse nxjerrim në pyetësor, po flasim në situata të shpeshta, nëse nxjerrim në pyetësor, domethënë i ndodh 3 ose 4 herë në vitit më vanu në orën e punës. Ndërkësh nuk ndodh çashtu në vit për namazin e sabaut. Që vjen domthon kjo ka kriza me ubudien. Kjo ka kriza me ubudien, nuk mundesh me shpjegoj ndryshe. Ky vesh nuk e ndjen madhështinë e atij i cili e zotron. Ose për shembull të mëkatet për shembull. Shembull, pe thjeshtësoj. Fjala për shembull disa mëkate që kanë bëjnë me nderin, me moralin, me lakurisinë kështu më radh. Domthon është një qasje relativizuese që në një farë formë i jep të drejtë vetvetes për me nejt në këtë kozmos sipas prirjeve tona, jo sipas përcaktimeve ligjore të Allahut te bareke teala. Tash a duhet më ngu 10 ligjërata se çështu nuk bën me qenë mes dy gjinive ose çështu nuk bën me pas shembull shpërfaqe të keqe në motrë muslimane, nuk duhet 100 ligjërata. Thjesht e kupton ubudin dhe vazhdon tutje. Te çështja e devotshmërisë. Ose për shembull te lidhjet haram. Për shembull, pse sot për shembull është relativizuar te muslimanët që me i parapri fejesës ose martesës një lidhje haram, ndon se domethënë e din qartë atë që parim kjo për më kanë në rregull, nesër doni pendim, kjo duhet më prish për më të ndërtu diçka e re. Mirë po domethënë tash ti kiro pre një familiarizimi të kohët që ka ndodhur me këtë koncept, edhe tash koncepti i së keqes ka hyrë në trupin e umetit edhe trajtohet tamam si qasje e lirë, sepse robi nuk o të ditë që rob. Robi nuk o të ditë që rob. Imagjino për shembull, edhe pse shembull më i lartë tek Allah subhanahu wa taala. Imagjino njerëzit, edhe pse kjo sklavopronaria është koncept që tani nuk është sikur se domthon të kalumën, me po imagjino shembull të kalumën një rob mishit men zotriu të vet. Një rob më ka thënë, jo, unë jam interesuar por nuk punoj sipas përcaktimeve tua. Kështu më radh. Ai kishte më menuar domthon si domthon larmenës. Domthon shpesh na me praktikat e tona çështu janë ato. Kur arsye për shembull familjen muslimane, sot shumë tema janë të qel. Apo edhe shembulli i dytë është pikërisht që ka të bëjë me ndërtimin e familjes së, domethënë, shëndosh. Shembulli i parë ka devotshmëria, shembulli i dytë është ndërtimi i familjes së shëndosh që ka më përsëritur te të katërta. Shembull, familja e shëndosh. Pse do të secili prej neve me pas një version shkëpe familja e shëndosh? Vetë se na kemi harruar se versionin e cakton ai i cili tek ai na rob. Apo ne thot për shembull mendoj që nëse japim kaq shumë fetari ka predispozita për hipokrizi. Kush po thot? Ti si e krijuesi, ti si Zoti me përcaktuar kësaj. Ka në hadith do të më qumë fal pin 7 vjet. Ka në hadith në 10, apo u çka se ky që ka thonë që në 7-10, ky ka fol pi vetes sa ka fol pi atij që edhe ky u kondrobi ti. Ky ka fol që tash na duhet më morë me shtim procese të psikologjisë, të prurjeve bashkëore dhe mos pranë të më diskutu, ja vlen se mos po krijomi potencialisht hipokritët e së armës. Kush po të vet? Ti nuk je ai çka jep këta. Ti je rob veç me urdhëresat edhe i kryn. Imagjino me bë me pas në çka çësje.
A ka debat fetar mes fetarëve? Fetarët kanë debat se nuk kanë nënshtrim. 99% e debatit të pambyllur mesin fetarëve se ka domethënë disponim të dobët për më nështruar Allahut. Dhe ky disponim i dobët për më nështruar Allahut dhe pejgamberi ose më pikërisht shkaku i mungesës së ubudijes. Ose shembulli i tretë, karriera, idarja dhe edhe domethënë fitimi. Imagjino për shembull hadithet që nuk lëviz këmba e birit të Ademit ditën e gjykimit, apo po vetë për çu e ke fituar, ku e ke harxhu. Imagjino domethënë nuk ka të bëj ku e ke harxhu, atë çu e ke fituar. Edhe thashti imagjino veç menoje domethënë pozicionin tënd të robërisë, të pafuqisë, i rob, mund të vesh marr urdhëresa, merr në xhunën e xhenem. Tash që kjo nuk lëviz këmba e birit të Ademit, po u pyet çu e ka fituar, çu e ka harxhu. A është më si ka kry temat e tjera të fesë, si ka kry? Këtu në hadith nuk përmenen këtë konceptet e jetës. Që i bie mundet që kjo me ta rreziku ty ditën e gjykimit. Mundet vesh një temë. Mirë, po që kjo temë që mundet me ta rreziku ditën e gjykimit, por me shumë më marrë seriozisht, do të më kthye te koncepti i ubudijes. Për arsye, unë besoj që shumë tema të fesë që i kena marrë me super material, një prej ngarkesave tona ka qenë që kena menuar që do të mengu shumë për me nejt frymëzimi lart. Nuk është e vërtetë. Do të më marr atë çka është thelbësore për me nejt frymëzimi nivel. Nëse merr atë themelorën, pastaj ti ushqen themelor, jo të gjithherë do të më kanë kërkim të një diçka që mund të më kanë shumë jetike. Shka shumë jetike është koncepti i ubudijes. Kjo është e para. Koncepti i dytë është domethënë koncepti i mëkëmbjes. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala ka bëu birin Ademin ka bëu mëkëmbës në tokë kështu. Ka disa interpretime, një interpretime është që mëkëmbësi është domethënë rrjedha. Shebe koncepti i mëkëmbjes i bë rrjedha dhe trashëgimimin. Kuptimin që vën edhe trashëgohet nga tjetri. Domthonë njeriu është mëkëmbës tokë, vën ky be do vlera dhe ky trashëgon dhe vazhdon tutja i tjetri. Edhe kështu ka vazhduar domethënë rrjedha e njerëzimit. Domthonë gjithëherë ka shkuar tu përparu, tu pru diçka më të mirë, tu pru diçka më të re, tu pru diçka e cila ka qenë shërbim të konceptit njeriu, konceptit të domethënë të më të mirës së njerit e kështu me radhë. Nëse morëm çka koncept, për shembull, edhe kështu te çështja e devotshmërisë. Për shembull, çështja e ndaj fesë. Qose ndaj fesë, qose ndaj farzave, qose ndaj fikut për shembull, ose qose ndaj fetvas. A është në proporcioni të mirë me konceptin e mëkëmbjes? Për shembull, ata merr meja se do përcaktimet sot tuat kanë me jetu 5 vjet. A ka me pas rrjedha, ka me pas rrjedha. Ku do më dal? Për shembull, nëse fjala bie në fillimin e udhëzimit e ki fal namazin, edhe krahas fort i ki fal sunetin. Pastaj ki mor fik, ki mor shumë çka, ki mësu shumë çka, edhe kjo shumë çkaja ta ka bë me ta hek sunetin. Pastaj ta ka hek vetrin. Pastaj ta ka hek namazin e duas, pastaj ta ka hek. Çi kjo garanton mëkëmbje? A ka gjallë se ti ki mëkon çky mas 10 vjetë? Kjo nuk mëkon. Që i bie ty o të mungon një kod i rëndësishëm i parimësisë. Ti po se po rob, po se po tek ubudia, po do të më pasën çësjen e mëkëmbjes, me rujt të vetvetja fillimisht vlera. Ose për shembull te ndërtimi i familjes së shëndosh. Shumë përcaktime tona, familje. A ka gjallë që kanë mu trashëgu fetaria jonë të pasarësit? Na të po, na të konë gjallë nuk është niveli fetarisë e fëmijët tonë, çka është, domethënë të paktën te në fillimit të udhëzimit. Çka bie kjo? Nuk mundet të më kanë prej qëllimeve të ekzistencës, apo ose prej qëllimeve prej rolit të njeriut në tokë. Më kanë mëkëmbja e në parimet e tona më kanë relative. Nuk mundet të më kanë në ekzistencë qendrore e në rastin ton privat më kanë periferike. Nuk është periferike. Domethënë, nëse ti nuk ki fetari me bollok për me u trashëgu, i bie që nuk je domethënë në nivelin e përgjegjësisë. I bie që nuk je në nivelin e përgjegjësisë. Për arsye për shembull, pse bëjmë davet? Pse interesojmë për komunitetin? Pse domethënë udhëjmë për të mirë ndalim nga keqja? Pse domethënë mormi mbi supet e tona përgjegjësi ndryshme të përmirësimit shoqëror kështu më radh? Pikërisht që me lut rolin e mëkëmbjes. Po çish mumi na me lut rolin e mëkëmbjes në mos nëse ata s'kena vërtetuar vetë. Nëse kena vërtetuar vetë. Domethënë antarët e ton, familjarët e ton, që janë laik, domethënë ne kanë zbuluar 4-5 kapitull fetarisë. Që këtë kapitull e ke pas në 2 vjetët e para të udhëzimit. Që këtë e ke pas kur kingut e filan hoxha, pastaj që këtë e tjetri, tash së fundmi e të kapitull. Qysh është e mundur ai me shumë pak njohuri për fen, apo me shumë njohuri thjeshta e ka kuptuar që ti nuk e ke ndjek në vi, domethënë të përcaktimit tënd domethënë fetar. Ose për shembull te karriera dhe te idarja dhe te fitimi. Për shembull te puna e karrierës edhe te idarës edhe te fitimit të mbajtjes së familjes. A ka gjallë që shpesh na nuk mosmi, domethënë me mendësinë e mëkëmbjes, po mosmi me mendësinë e një materialisti sigurisht se këtë të tjerët. Edhe mosmi çish na bë më mirë, jo çish na bë më sigurt për trashëgimin e vlerës.
Jo qysh na bë më mirë për trashëgimimin e vlerës. Edhe tash nëse vlera është relative, atë trashëgimi është relativ. Domethënë, unë elhamdullah që më zoi Allahu, po që hupa zbot veti. Atëherë domethënë ti ke probleme themelore të çështja e ubudies, edhe të çështja e mëkëmbjes. Është si rregull i përgjithshëm ndër vëllezër. Sa më shumë që e forcon një vlerë, të shtohet bindja dhe entuziazmi edhe zelli për me e trashëgu. Nuk ka logjik. Dikush me punu 10 vjet, 20, 30 për shembull, për një sipërmarrje, edhe me nxjerr të suksesshme, edhe pastaj më thonë uroj që fëmijët e mi të mos ata trashëgojnë. Është e pamundshme kjo. Ç'e bie kjo? Kjo bëhet se ai çmon diçka të tillë. Tash çësia se si na jena të trashëgu fejen, te vetvetja fillimisht si vlerë, po në vite, edhe tek pasardhësit e tonë, është një çësje që me një farë forme, në disa raste Allahu mos na sprovoftë, sikur tregon që ne ishmi gut pak. Jo, uroj të mos guteni. Na fjalë për fjalë nuk e thomi çështu. Se më thonë çështu më vesh ishmi përcaktuar dikun tjetër, mirë po çështu i bie. Mirë po, kështu sa i bie. Ndaj, mendoj që është shumë mirë me reflektuar këtë pjesë. Domethënë me emot vetveten sa jena, domethënë parimor, sa jena të denj, sa jena të përcaktuar mirë, me gatishmërinë tonë për ta trashëguar domethënë vlerën. E para kjo ubudia, e dyta është mëkëmbja. Koncepti i tretë është domethënë istiqamja. Kjo istiqamës, vëllezër, unë besoj që është një temë shumë të ligjëruar dhe shumë shtjelluara dhe jam domethënë nuk e kam dashur komoditetin edhe kohor për me mujt me i dal temës shumë qash, mirë po çështja e istiqamës është më shumë se çështja e mëkëmbjes. Sepse nuk mundesh me mëkëmb diçka në cilën ti nuk je i qëndrueshëm. Nuk mundesh me qenë flamurtari në diçka nëse ti dridhet dorat e mujt flamurin. Domthonë ti dosh mu kon flamurtari i vlerës pasi që ti ja ke bë vetes që kjo temë mbyllur. Pasi kjo është temë mbyllur. Istiqamja me gjuhë tjetër i bie temat mbyllura. I bie temat mbyllura, temat pa diskutueshme, tema madje ndoshta për shembull edhe në situata që ndoshta ka hapësirë për rigjetje, ti më thon vetes jo, s'ka nevojë më rigjet. Boll mirë të më shku feja me çket përcaktim. Boll mirë të më shku feja me çket përcaktim. Pse na nuk e këshymi boll mirë të më shku feja me çket përcaktim? Se ndoshta kena një dilemë, nuk të më shku shumë mirë dynjaja me çket përcaktim. Edhe pastaj me që nuk të më shku mirë dynjaja me çket përcaktim, atëherë i bie që duhet me hallakat, me gjet diçka të re, e cila më ripërcakton pa u zhvesh plotësisht nga vlerat. Pa u zhvesh plotësisht nga vlerat. Prandaj na mund me gjet në Kur'an që Allah subhanahu wa taala çështjen e istiqamës ja ka theksuar në Kur'an kujt? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Vesh keni vëmendje të çka rrjedh. Thot ti ban davet, thirr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirr në atë cilën është përcaktuar padyshim në plotësi. Nuk unesh me thirr në diçka nëse nuk e plotësu. Thot wastaqim kama umirt. Edhe përqendro, rrin vi çashtu që urdhëru. Nuk po thotë çashtu që urdhëru. Nuk po thotë çashtu që është e vërteta. Çashtu që urdhëru. Pse? Po do me të kyçë tema e parë, te ubudia. Kjo çysh dosh me nejt, nuk ka ti që për e ndjen, po që që i urdhru. E pastaj thot, wala tattabi' ahwa'ahum. Edhe asesi mos i ndiq tekat e mendimet edhe epshet e tyre. Kjo mos i ndiq epshet e tyre, apo? Ndërka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i prirë për ka haku, ka qenë i prirë ka e vërteta. Imagjino domethënë na epshet e shoqënisë, të rrethit, familjes tona, domethënë gjithandej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas presion për shoqënisë, sepse shoqënia e atë botshme nuk ka pas gatishmërinë e ripërcaktimit të plot, apo? Edhe Allah e ka paralajmëruar që zguzon ti me shku sipas tyne. Imagjino, zguzon me shku sipas tyne, ndërkaq në një shoqëri që ka pas bujari, ka pas emergjenci, ka pas fisnikëri, ka pas shumë vlera të mëdha. As kjo shoqëni zguzon ti me të përcaktuar. Po përcaktohesh kama umirt, ashtu sikurse domethënën je urdhëruar. Prandaj Omer radhiyallahu anhu thot për istiqamën, thot istiqama është të qëndrosh në urdhër edhe ndalesë edhe të mos lakohesh si gjarpën. Në urdhër edhe ndalesë të mos lakohesh si gjarpën. Çka i bë kjo? E kam parasysh domethënën ose si dhelpër saktësisht. Që kjo fjala e Omerit radhiyallahu anhu me një formë na e zbërthen istiqamën në një formë që mos më kalon në mëhamendësimet tona vetjake. Çfarë do të thonë? Për shembull, istiqameja edhe na e momi konceptin e istiqamës të çështjet e besimit. A është e qartë? A thomi unë ballafaqona me lloj-lloj ideologjie, edhe alhamdulillah kam istiqame se akida që kjo është në rregull. A u kry çdo problem? Ngjarja nuk u kry. Domethënë al-amr wan-nahy, urdhëresat edhe ndalesat. Se urdhëresat e ndalesat e përfshin komplet jetën. Për shembull,
ti në përcaktimet e tua dogmatike mund është 2 javë me lexuar dhe mshela ato sistema për tani jetën. A është e qartë? Në aspektin tonë, çka është lejuar, çka s'është lejuar. Në aspektin e nënshtrimit je përdet i sfidueshëm. Domthonë urdhresa ndalesa e përdet i sfidueshëm. Që kjo sfida e përhershme e përcakton domethënë qëndrueshmërinë tonë. A je i qëndrueshëm apo je domethënë në një domethënë mendësi të dhelpnës. Që kjo, çka është dhelpna? Dhelpna është simbol i dredhis, i dinakërisë. Sikur do me kallzu Omer radiallahu anhu që ka fetar që din me bë dinakëri përmbrana fetarisë. Ai nuk zhveshet. Ai nuk deklarohet që u zhvesh për vlerave. Mirë po përmbrana përcaktimit e krijon një qasje e cila ka dinakëri. Tash ja ka dinakëri, ja o mentaliteti i istiqamës. Po e mor me shembull, fjala bie për shembull, çështjen e që vetë se i përmendëm pak më herët, domethënë çështjen e devotshmërisë, ndërtimit të familjes edhe karrierës. Për shembull, të devotshmëria edhe istiqamja. Na frikën e dal për Ramazanit. Shumë a ka filluar për shembull me na ngjall si frikë se ç'është është e mundur çaj entuziazëm për sevap e më shumë as Ramazanit. Është e qartë? Ose çysh na kon të kujdes shumë për namazin fillim të kohës, edhe hiki ky kujdes. U zhduk, u tret. Domthon ti shkon për ime për Allahun, ç'është e mundur kjo mos më lën gjurmë tutje, sa u kon investim. Kon investim për me kriju istiqame. Nuk u konon thjesht se te Allahu nuk funksionon kjo ideja, thjesht veç të kem një evidencë të mirë. Sigur kur kanë folur për Abu Bekrin radhiyallahu anhu, kanë thonë ç'është e mundur Abu Bekri, na nuk e shohim në vepra më mirë se sa tjerë. A në evidencë aty u kon. Po jo ka diçka në zemër. Në shembull zemër është, shembull cili është koncepti i zemrës në Ramazan apo pas Ramazanit? Është koncepti i istiqamës. A është Allah subhanahu wa taala konceptin e istiqamës, a është idenë e një shpërblimi dhe ikjes? Kjo nuk është fair edhe nuk është domethënë e denj me Allahun subhanahu wa taala. Ose për shembull te çështja e ndërtimit të familjes së shëndosh. Të qëndrueshmëria, të istiqamja në raport me familjen. A jena të sigurt na që disa përcaktime të tona në familje kanë mi bë xhenetli, edhe disa tolerancat tona ka gjos mi bë xhenemli. Për shembull, sa herë folmi për rrezikun e xhenemit, sa herë folmi për rrezikun e mos suksesit në shkollë, mos suksesit në karrierë, mos suksesit në punë kështu më radhë. Sa herë folmi për mundësinë e fitimit të xhenetit, sa herë folmi për mundësinë e suksesit e kështu më radhë. Domthon, nuk ka të bëjë kjo pse këtu dyja përplasen. Nuk përplasen këtu. Ti mundesh me ndërtu me të dyja. Ideja e sforcimit të njënës neve na bën me pa vetën ku jena. Se në fund ata fëmijë. Urdhësat mbi neve, jo mbi ta. Për sa kohë që janë akoma ata në një moshë jo madhore. Mirë po, na bën me shumë të reflektu, a kena mentalitet të robit, mentalitet të mëkëmbësit, edhe mentalitet të mustaqimit, atij që u drejtu mirë. Nëse na këto trija na mungojnë, atëherë në farë mentalitet jena. Ti dush më përcaktu ku je. Ose të shembulli i karrierës, i darës edhe fitimit. Për shembull, zakonisht muslimanët fillim të udhëzimit ndoshta edhe teprojnë me pyetje lejohet ose nuk lejohet me punë këtu ose nuk lejohet me punë këtu. Apo? Ndoshta më shumë se sa kërkohet vetarisht e kanë një lloj kujdesi për, domethënën, fitimin, edhe për angazhimin, edhe për punën, për shkollimin e kështu me radhë. Me kohë kjo ik. Kjo që me kohë ik, a ik se ti ki pas pjekuri jashtë fesë apo brenda fesë. Nëse ki pas jashtë fesë, atëherë është koncept materialist, koncept tjetër. Nëse është brenda fesë, atëherë i bie që kjo duhet me gjas më të ushtu ndërkohë. Se që kjo është istiqamja. Istiqamja është me majt një vi. Për shembull ti e mendon që ditën e gjykimit mundi ndoshta mos me pas shumë sevape të natës. Po bile e di që puna e fitimit është 100% inshallah. Bile dal para Allahut pa çket barr. Pse kjo bëhet mos jena shumë relative. Bëhet shumë relative se nuk e kemi mentalitetin me ubudie, me mëkëmbje, edhe domethënën me istiqame. Shtylla e katërt është shtylla e shpërblimit. Shtylla e shpërblimit. Domethënë, fetaria është shumë koncept abstrakt nëse nuk sforcohet ideja e shpërblimit. Domethënë, shumë shka do shmelon për i të Allahu se ka të xhenet. Shumë shka ki mu lodh se ki me përjetuni shpirtënore të jashtëzakonshme. Shumë shka, domethënë, shpërblimi është koncept i vazhdueshëm që do të më shoshëm në jetë. Nëse gjithë i mos me gjanat halal haram, ban zban farz sunet, apo me gjas kena menejt të një koncept i një fetaris shumë praktike ose shumë teknike. Edhe kjo pastaj domethënë me gjas mundet edhe mos me prodhu shumë elan, mos me prodhu shumë vullnet. Çfarë do të më bë? Duhet me sforcu ndjenjën e shpërblimit, edhe këtë me kthy në mentalitet.
këtë me këtë mentalitet. Për shembull, ndoshta për neve mund të më kon shumë arritje e madhe, alhamdulillah që kena dorë me fal namazin e sabat me xhamat. Edhe e ndjejmë, shijojmë këtë, alhamdulillah dole. Po imagjino me me sforcu e ndjenjë në shpërblimit edhe me namet varr gjatë ditës që na ka ikë suneti sabat. Na ka ikë suneti sabat në kohën e vet. Nuk po jena diskutimin e kompenzimit të kështu me radhë. Tash, ti tash e ke një çështje ku një pejgamber ka ardhur ta ka ushqyer imagjinatën. Syni se ka pa veshje se ka një menjës mund me menu. Edhe të ka thonë çështu, tash ti, a e kuptove, tash do të më punu. Tash do të më punu jo vetëm me idenë që je rob, po edhe me idenë që je ambicioz i madh për me fitu diçka. Ndaj për shembull, na sot e kena këtë situatën e muslimanit bashkëkor që shumë problem ka me lënë diçka për Allahun. Edhe shumë probleme ka me mat me ahiret. Madje ndoshta kur mat me ahiret, edhe le diçka e bën super tim. E kom lënë çka për Allahun. Jo, ti e ke bë për xhenetin tan. Mos mund ti ke bë për xhenetin tan. Men amila salihan fali nafsi. Kush ka bë mirë ka bë për veti. Thjesht e ke bë për një kopsht, edhe e ke bë për një kat, edhe e ke bë për një parcel tonë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po çka ndjejnë? Imagjino për shembull te koncepti i devotshmërisë. Sot një musliman na për shumë shka arsyetojmë nëse për lyhet, nëse është akoma pa shtëpi. Për shumë shka arsyetojmë. Thomi, sjell likur të ati, a lash me qira, apo? Mos e këshir shumë, domethënë këtë dhe atë. Moment që bëhet me shtëpi, kogja konsiderojmë që domethënë ai ka arrit ose është rahatu ose është stabilizu. A është e drejtë? Është e drejtë kjo që është problemi i madh banimi. Mi po imagjino për shembull me ushqyer ndjenjën e shtëpisë në xhenet mes rekatet e ditës të suneteve, edhe kjo më kon bindje që domethënë unë jam të ndaj shtëpitë e xhenetit me 10-15 minuta në ditë. Mi po kjo largohet, pas mas mbrëmti zhveshet vetaria për entuziazmit. Dhe kur zhveshet vetaria për entuziazmit, pastaj nisë kada ta prek istikamën, pastaj nga ta prek më këmbjen, edhe në fund ta prek udhjen. Kurse edhe raditën e kam bërë pikërisht nga ky kuftashtem. Se kjo shkon tutje, duke sforcuar njëri tjetrën, edhe nëse kjo dobësohet, kadar dobësohet atë tjetra. Ngadal dobësohet tjetra. Për shembull, te ndërtimi i familjes së shëndosh. Devotshmëria, sunetet e sabahut, sunetet e namazit kështu me radhë. Ndërtimi i familjes së shëndosh. Për shembull, në mumi fjala bie për shembull me kriju një relaksim ton të rrejshëm që mos me u koncentru shumë në edukimin e tij fetarisht. Me thonë, e kena parasysh, mi tetojnë po jetojnë do sfida shumë trona, uroj që ta ketë një islam minimal të pak të mos devijojë kështu me radhë. Po imagjino me menu se vapin. Imagjino për shembull nëse na lajm fetari që shkon 7 breza. Për shembull, ajo fjala e Allahu subhanahu wa taala që e ka transmetuar Imam Ahmedi në librin e Zuhd për Wahb ibn Munabbi që Allahu azza jalla ka thonë Musa alayhis salam, thonë kur dikush më bindet mua, më nështrohet mua, unë e du. Kur unë e du e bekoj. Kur unë e bekoj, bekimi jam i prek 7 breza. Edhe kur dikush nuk më rebelohet, nuk më bindet, sot unë idhnona, dhe unë kur idhnona e mallkoj, edhe kur e mallkoj, mallkimi jam shkon 7 breza. Imagjino për shembull ti veç këtë me menu. Domthon, kom investu çat shumë fetari, 7 breza kanë mirë Allahu sejdë. 7 breza i bën i katon vëzni. 7 breza i bën i katon. Një katon ti tu është harru emri, janë të adhuru Allahun, tu janë të shku se vapët. Imagjino se bëhet fjalë për shembull për 2000 vjet të fal namazin e drekës, 2000 vjet të fal namazin e sabahut. A se vlen kjo me ta shtu motivin për me bë çmos që fetaria e fëmijëve tonë mos më kon fetari në bus humnerës, veç api shpëtojmë abonitet në fetari që na më kompleksu pi fetarisë tyne. Mundi me bën gjë tjetër. A më duhet me pas entuziazëm për sevap. Sikur se kemi, fjala bie, nëse njëri pi fëmijët tonë i dhez dikon, edhe me nomi që ky mund të më kon një mbështetje e mirë e të armës tonë, ose stabilitetit tonë financiar, ose e bashkëjetesës për të armën. Mas më ti na të mot si vetjak, nuk na të mot si altruist edhe si zamxhan. Për arsye domthon shpërblimi me bë muhek si koncept, kohë shumë fetarinë e kthen në koncept teknik. Dhe jo në diçka domethënë shumë të përjetuar. Ose edhe te karriera, edhe te idarja, edhe te fitimi. Ndonjëherë për shembull, ka njëri mundësi mu punësu ose mu angazhu në disa forma të cilat një të kohë edhe ka problem. Një të kohë ka edhe mundësi më të mëdha për mu kanë më i përkushtuar me ibadet. Dhe ka disa forma të angazhimit të cilat mundën me ta sfidu këtë. E imagjino për shembull me mat fjala bie, për shembull jem mes dy oferta, do të thonë, në çket ofertë hik namazin e xhamat. Në çket ka mundësi me rujt namazin e xhamat. Edhe mi dhon kësaj dytës shkaku i këtij shpërblimeve. Po kjo është kohë mentaliteti i lartë.
A është i qartë? Për arsye na çka kena përpjekjen këtë ligjërat, pikërisht me e provoku kët, edhe pse nuk po pretendoj që kjo është shpjegimi përfundimtar, për arsye se unë mendoj që kjo më shumë e denj për më bash bisedu, domethënë pa e sforcuar budien. Konceptin e mëkëmbjes, konceptin e istiqamës, konceptin e shpërblimit, na kena mentalitete të tjera, jo mentalitetin poro islamik të robit, poro islamik të besimtarit, poro islamik të përkushtuarit. Ndaj, na në fe him, na munomo, përkushtohemi pikërisht për marte një fetari e cila është kulmore. Kjo fetari kulmore do e mos lyp investim në mentalitet. Jo thjesht në citate, jo thjesht në disa fraza, edhe pastaj me e lën fetarien momente. E kom përmend më shumë sa një herë diku tjetër, domethënë dohet me mu konvertu nga fetaria e momentit në fetarinë e përcaktimit. Hutbja e mirë është moment, por nuk është përcaktim. Një këshill aty është moment, por nuk është përcaktim. Një sejdë e përjetuar është moment, nuk është përcaktim. Përcaktim është mentaliteti. Përcaktim është mentaliteti. Domethënë, bëhet sikur ai bedevia ka dhe ka vetë Resullullahi edhe këtu në shkretin me tu. Ku s'ka pas as shkollë, as ders, as hutbë s'ka pas. As xhumë s'ka pas. Në për viset e rurale përreth Medinës as hutbë nuk ka pas, as xhumë s'ka pas. Me pa ka pas krizat fetarisë, nuk ka pas krizat, se mentalitetin e ka pas të robit, të mëkëmbësit, të njerit përqendruar mirë, edhe njerit i cili domthonë u koni pasionum pas shpërblimit të Allahut subhanahu wa taala, edhe sallallahu taala me na dhon një mentalitet dhe një mundësi e cila edhe na manudhe edhe na mëson që shtektimin me pas stabil edhe me gjetë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.